does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs? Tregoj pak pazarin çfarë morëm. Ishim tek Biomarket, morëm mjetër, morëm boronica, morëm misër për kokoshka, bio, morëm fara chia, morëm bizelet freskët, morëm kërpulla që do t'i bëj tani të mbushura me gjis. Morëm finok. Morëm lakra Bruxelli. Morëm pra bizele. Morëm fara lule dielli që mund t'i vendosim në për sallatra. Morëm quinoa. Morëm uthull balsamike. Morëm vaj kokosi. Këtë e morëm për të larë gojën. Morëm gjithashtu misër bio për sallat. Mori alvi ananas ta ham sot. Kemi bërë një pazar vërtet fuqishëm. Okej. Morëm ton peshku që është në ujë, është më e mirë nëse jeni në dietë për dietën. Morëm fasule bio për sallat. Kemi marrë pafund si këto konserva peshku, sardele. Ja me vaj ulliri, më mirë se sa me vaj lule dielli. Morëm të jenë në shtëpi. Morëm kjo vaj peshku, omega 3. Është kutia e dytë që përdor, se të parën e hargjoj. I morëm ruçit ushqim. Kemi marrë qiqra. Kemi marrë kos grek, pa yndyrë. Kemi marrë krip Himalaje. Kemi marrë 2 antidjersa. Kemi marrë mozzarella. Kemi marrë përuçin, bio ja morëm dhe arus. Kemi marrë ginger, një patate të ëmbël. Kemi marrë djath blu për t'i vendosur pak fare dhe për sallat, dhe leshishme. Kemi marrë ricotta. Kemi marrë bukë integrale, të mora, bio. Është shumë e mirë se pyeta dhe qatë që këti. Kemi marrë nga këto dietike, që janë integrale. Kemi marrë 2 pako. Dhe kemi marrë prap qiqra bio. Gjërat kushtuan 120 lek. Po mendoj se edhe shtëpia mbush plot, tani do t'i sistemoj në frigorifer dhe në bufe, që t'i kemi dhe të konsumojmë sa më shumë gjëra të shëndetshme. Ecco il mio cuore, I'm giving you all my love. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would
Përshëndetje nga dita tjetër, jemi në Karpen të Kavajës për plazh, e nisëm sezonin e plazhit. Në fakt frym pak herë dhe është pak ftohtë, edhe qoftë një muaj sa më i mbar për të gjithë. Erdhëm në muajin e qershorit. Edhe shkoni sa zhurmë të bukur që ka natyra. Kënaqem. Tani po bënim xhiro, ma më pëlqen shumë plazhi që kemi ardhur, ju a sugjeroj, nuk ka shumë njerëz, po ka këtë të ndërthurur natyrën me detin, ushqim të mirë. Po shprej gabim, si shpeshte ju a super sugjeroj. Ju a super sugjeroj kur tallet me muaj. Edhe do ikim tek ai vendi ku kemi ngrënë edhe vjet, edhe par vjet, që i bën shumë të mira, edhe më shumë kemi ardhur për të ngrënë ushqim të mirë këtu. Disa për plazh, po dhe uji ishte shumë i ngrohtë. Edhe po e shijojmë. Jemi poshtë kësaj urës së famshme. Shkoni sa lule që ka. Në rregull. E gjoni që thot, mbremja e maturës. Mbremja e maturës, thot, kur kaluam ne të dy ashtu tallet. Ja që ishte pak ngushtë, edhe do i të kështu gjithë. Se econ ky me dashurën ashtu, duket çudi. Po jo, pra se bën kamerën edhe do i të kështu. E bëni me dorë. Edhe hym këtu te ura, edhe do ikim te ky mini ishulli i vogël në Karpen, edhe kushtonte 5.000 lekë personi, va tregova dhe tabelën. Edhe është shumë e bukur, është hera ime e parë që hy këtu, se nuk vjet në hyra. E dija që ishte me lekë, edhe do t'ju tregoj dhe juve. Edhe në qoftë se nuk e dini, është mbushur plot me kampe. Ja tani sapo erdhën disa të huaj turist. E shikoni si është, plot me kamper. Secondi, minuti ed ore. Days with you feel like years. Se tu mi lasci, amore, I die in a river of tears. I wish I had more to offer. You know I'd give you the stars up above. Oh, ecco il mio cuore. Angelo mio, my dove, I give you my heart and my love. Hej, goca, nga dita tjetër, përshëndetje. Po flisja me Alvion telefon dhe si që dëgjuat, dhe do t'ju them historin nga e para. Dje dolëm në fark, vajtëm në ora 8 në darkë për vrap, sepse dini që po kujdesem për veten time. Edhe kur arritëm aty te makina, ishte një maç i vogël që ishte poshtë makinës, e nxora me shumë kujdes që mos ta prekte makina. E pastaj u kthyem prap, e pam prap maçin, është shumë e vogël edhe rri aty, është një kosh plerash dhe rri aty, nuk ta afrohet fare. Edhe është vetëm. Edhe mirë. Sot kishte vajti Alvio në punë dhe duhet që të merrte makinën, edhe kontrolloj para mac për siguri, edhe pa që macja nuk ishte, edhe shumë mirë u nis për në punë dhe ishte nga kodra e diellit, dhe kur ndaloj makinën dëgjon macen që qan, dhe macja ishte futur brenda në makinë, dhe gjëja e parë që bëri, shumë i stresuar me atë çfarë kishte ndodhur, vajte tek mekaniku, edhe 2 orë nuk e nxirrnin dot macen, po ama ne dëgjonin që qane, dhe kjo është gjëja më pozitive, dhe Alvi i tha që ju lutem çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi, macja të shpëtoj. Edhe i kanë çmontuar makinën,
Edhe tani që e mora dhe më tha që po e pash më sytë e mi e dzorë macën edhe po ri aty tek mekaniku. Edhe macja ndodhet aty sepse nuk të lësh që ta prekësh, pa aman shpëtoj edhe gjithë ky stres i madh që kisha 2 orë vetëm po mendoja që po isha ta shpëton, të lutem, edhe Albios ju hapën gjithë ato punë tani me makinën, edhe duhet që domethënë nuk ja bëri macja problemet, por vajti aty edhe i dolën problemet të tjera me makinën edhe të paktën t'i rregullojnë para se të shkojnë me pushime. Edhe kjo ishte historia që doja që t'ju tregoja, edhe nuk e dini nëse ju ka ndodhur ndonjëherë me maçet të vogël, bëni shumë kujdes kur ndisni makinën, sigurohuni që mos të keni ndonjë kotele, se ato të shkretat kanë frikë futen brenda nga frika edhe gjë që ndodh. Edhe Haruçi një herë na është larguar nga shtëpia dhe e ka bërë këtë gjë kur ka qenë kotele. Por tani dua që t'ju tregoj një pakos shumë të bukur që më ka ardhur PR Box, që as nuk e besoj dot, që ky brand që unë e adhuroj, kam pasur gjithmonë qef që të kisha pupa nga Alohas, ata mi kanë dërguar edhe modelin tim të preferuar. Me zi po pres që t'ja tregoj dhe juve dhe t'i kombinoj, shkone sa e bukur që është një herë kutia. Këto bëhen, në fillim duhet që ti rezervosh, sepse nuk ka, domethënë duhet që të dërgosh modelin që ke qef, numrin e kanvas dhe duhet të presësh disa ditë, diku të 15 ose 3 javë që ata do t'i bëjnë me porosi pupat. Por janë shumë in dhe janë shumë cilësore nga gjitha reviewt që kam dëgjuar, edhe unë këto i doja adhurat për ditëlindjen, por ata më kontaktuan edhe më thanë që do t'i dërgojnë PR Box, dhe është shumë e lumtur që një brand ndërkombëtar më ka dërguar këto pupat. Fiksimin tim ishin këta. Shkoni sa të bukura që janë kanë të ngjyrën kafe të pjekur. Nuk e di. Ja adhuroj, janë lëkur, kanë këtë lidhsen këtu që i bën shumë të veçantë, edhe unë mora këtë prerjen klasike që Alohas mbahet ndër më të famshmet që ka në koleksion. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest, tell me should I know that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, letting go. Tani do përgatis drekën dhe do bëjmë pizele me mish. E dini që pizelet është një nga gjallat e mia të preferuara, prandaj unë i hedh pak pizele, pak karrot, në qoftë se nuk jam me dietë, i hedh edhe patate, por nuk do t'i hedh patate këtë herë, i hedh kopër, mish, salcë dhe del gjella më e mirë në botë. Duhet i hidhni pak kopër sepse i jep shije shumë të mirë, edhe një lajm tjetër, ndoshta e vini re, por nuk është se duke vetëm në kamerë me dobët, por kam vajtur 650 gram. Bravo, edhe kur e nisa dietën ishte 64 dhe janë shumë e lumtur sepse kam vite që nuk e kam kapur 61-shin. Edhe synimi më i madh është që unë të arrit të kap 5 para. Mbaj mend që kur kam pasur 5 para, kam qenë në gjimnaz e ka qenë pesha ime ideale 58 kg, 57, 58. Edhe do doja shumë që të shkoja në atë formë, por tani duke mbajtur dietë edhe arrijet, sepse thash që kam humbur dhe
më kam pyetur shumë goca çfarë diete po mban. Edhe duke pasur që unë kam bërë edhe dietë nga dietologe, gjithashtu pyeta edhe pak ChatGPT-n dhe kuptova se çfarë më bën mirë. Dhe e para dhe më kryesorja konsumoj shumë ujë, që në përditshmëri nuk e bëja. Dhe e dyta është nuk po ha fare bukë. Dhe nëse më vete mendja bukë, duhet që të ha bukë integrale. Edhe hana ato pjadinat integrale, gjithashtu kam marrë edhe këtë. Por nuk e kam përdorur me thënë të drejtën që e mora në market. Ju tregova dhe pazarin çfarë bëra tek Biomarket, u mundova të merrja gjëra të shëndetshme. It's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk. 'Cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk. 'Cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. It's been a while now. Skip the small talk. It's been a while now. Pas 8 apo 9 ditësh, besoj e keni marrë vesh në Instagram, por edhe nga titulli i videos që vajta në urgjencë, sepse ndodhi diçka. Në momentin që dola me Harun tek lagja, ndodhi diçka e papritur që nuk ju sugjeroj në asnjë mënyrë të nxjerrni mazet te lagja apo në park apo shëtitje, sepse ndonjëherë përballesh me të papritura edhe nuk di se si ti menaxhosh. Kjo gjë më ndodhi dhe mua, duke pasur gjithmonë atë, unë e kam gjetur më përpara Harun edhe nuk është se kam pasur ndonjë presion, por me thënë të drejtën dhe merja ndonjëherë komente që herë nxjerrë Harun, ai ndihet si në burg aty, në shtëpi nxjerrë jashtë, ai do të jetë i lirë të shijojë dhe ai natyrën dhe normale me shumë të drejtë, sepse dhe unë për këtë gjë e nxjerrja. Edhe nuk ja sugjeroj ta bëj as vetes time. Jo, me atë që ndodhi, po as jo, sepse dola t'i bie shkurt muhabetit. Dola me Harun, edhe ishin mirë e bukur, papritur, erdhën 2 mace që po ziheshin, a ishin maçoka, nuk e di, po ja bënin a keni parasysh kur bërtasin? Jep, erdhën nga lart edhe kaluan aty më nashnesh, edhe nuk është se na pan fare, kishim mirë tjetrën dhe ikën. Edhe unë e di që Harun e urren këtë gjë, bëhet shumë agresive dhe për ta parandaluar e mora në krah që t'ikja direkt në shtëpi. Dhe unë sa e mora në krah, nuk duhet ta kisha marrë në krah, ai u bë shumë agresiv, ju errën syt. Edhe u trem normale, sepse ishte veprimi shumë, nuk duhet që ta kisha bërë atë gjë.
Edhe kur e ngrita më kapi dorën dhe më ngrit dorën, më kafshoi. Edhe unë nuk doja që ta lëshoja, edhe po e ndjeja dhimbjen, sepse thash po e lëshova unë Ruçin do më iki, do ndjekja domacet, lagja është shumë e madhe, ai nuk është se njeh, nuk është se jemi kati parë që ai të vi prapë në shtëpi, ku do e njoja ai më shtëpinë, si do e gjej unë me Ruçin, edhe kështu gjërash mendova edhe e duroja atë dhimbje, dhe ajo zgjati me sekonda, ai fraksioni i kafshimit të Ruçit tek dora ime. Edhe tha nuk ka problem, thjesht nuk do ta lëshoj Harun sepse do e duroj çdo gjë. Edhe për një moment erdhi në vete, edhe shqyr që erdhi, se do më shpëtova mirë. Edhe e mora në krah, nisi që të më dilte gjerë në dora, i ka mora çantën e Ruçit të madhe që kisha pak më lart tek lulishtja, kisha kamrën në dorë, kisha portofolin, edhe nuk dija, thjesht shikoj gjakun që vinte në hyrje, nuk po vinte ascensori, erdhi një zonë, tha, hej, të ndihmoj, të lutem, i thash, jo, nuk ka gjë, dua të çoj më shumë lart në shtëpi, vetëm ajo gjë doja. Vetëm atë gjë doja të bëja, që të çoja Ruçin të sigur në shtëpi dhe pastaj të ndodhte çfarë të ndodhte me dorën time, doja që thjesht ai të ishte në shtëpi dhe unë ta duroja dhe pak e therja, do e durosh dhe pak, bëja për Harun. Edhe erdhëm në shtëpi, e lasha Ruçin aty, dhe vetëm time, duke nisur pastaj duke qarë sa më zori gjaku. Edhe nuk dija çfarë të bëja, mora në telefon Albion ju fik telefonin në momentin që e mora unë, ma hapi po u fik direkt edhe nuk e mori vesh çfarë më kishte ndodhur mua, nuk dija çfarë bëja, nisa të qaja. Pastaj më vajte mendje që të merrja motrën e Albios, që është edhe studente mjekësie, edhe më tha ajo që do vi direkt tek shtëpia. Edhe ishin kështu çaste të merri, më nxinte gjaku, shtriesha, ujë, djers, nuk e di, edhe tani kur flas nuk e se dua ta kujtoj se realisht ishte goxha traumë. Edhe kisha aty e mjekova në shtëpi me ujë të oksigjenuar, mjekova me jod, para ndalova gjaku. Edhe pastaj erdhi motra e Alvit, pastaj u bë gjalla Alvi, më hapi telefonin, nuk e besonte, thoshte, nuk ka mundësi, erdhi ai në shtëpi, kur erdhi Alvi na çoi me makinë në urgjencë, dhe aty mora vesh duhet të qepja dorën, por shqyr zoti me kaq, sepse për punë milimetra, shaku ta di unë, për një fije, kisha shpëtuar sepse mund të më kishte prekur tendinat ose venat, edhe aty do ishte puna shumë keqe, do më çone në sallë operimi, por të paktën me një qepje ahodha. Edhe më bën gjylpër për ta mbirë tek urgjenca, më thanë pastaj që duhet të shkoj tek ushtaraku, që të bëj vaksinën, tetanozin. Vajta edhe aty, isha mirë, nuk është se kisha dhimbje, çdo gjë kaloi, thash hajde. Erdha në shtëpi, edhe ditën tjetër ndjeha shumë e lodhur, dhe nuk mbaroi me kaq, më zuri infeksion, planga, më bë dora daulle. Hej, se duket kështu sikur unë po them me të qeshur gjithë këtë gjë, por realisht shkoni edhe jam dobësuar, nuk jam më unë, shkoj vete në pasqyrë, ndoshta shtriva dhe flokët thot, por realisht nuk jam më unë. Edhe zuri infeksion, shko prap në urgjencën e dytë, më thanë të kam marrë qel, ma pastruan, ma hapën pak plagën më gërshër, dhe zot sa kam qarë. Erdhën aty mjek, kështu, nise. Erdha në shtëpi. Ditën tjetër, brap infeksion, dhe ishte goxha më i madh se ditën e dytë. Edhe u detyruan që të më hiqnin pejnt e plagës, sepse ato kishin marrë infeksion pejnt. U marrë vesh unë isha në gjendje, sepse ato 2 ditë kam dhënë dhimbje shumë të mëdha në momentin kur donin të më nxjerrnin qelbin, infeksionin, ma kapnin ato plagën shumë. Edhe
prandaj vetëm kam qara, lërisja. Mbajta me fasho 4-5 ditë, pastaj shkova prap në urgjencë, kam shkuar 5 ditë rresht, ma hoqëm, ma dal një krem, antibiotik. Vazhdoj edhe i pi edhe sot, sepse i kam për 10 ditë. Edhe kjo është historia me pak fjalë. Deri këtu jemi në rregull në gjendjen time emocionale, por gjëja që mua më ka trishtuar dhe më ka rënduar më shumë këto ditët e fundit ka qenë sepse Ruçi para 3 ditësh u toksikua me salcice. Nuk e se po nuk e di, nuk di t'ju a them apo jo markën qa salcicesh morëm. Thjesht ishte gabimi jonë, sipas, domethënë, këshilla që na dha vetin, tha që mos jepni asnjëherë ushqim maces, vetëm ushqimin që është i dedikuar për mace, asnjë gjë nga shtëpia, asnjë gjë salcice, mendoj me salcice u toksikua. Edhe unë e dallova direkt që s'ishte mirë, nisa të qaja, ishte ora 11 e natës, edhe sa po e dallova, Alvia nuk më beson të thoshte shumë mirë, thjesht është i lodhur, e ka zënë vapa, pas 5 minuta shurë që volli salcice, volli edhe një top me lesh, edhe e quam direkt tek veti, ishte një 24 orë, qorin të hapur, ishte aty te rruga 5 Maj, edhe na pëlqeu në fakt shumë të përgatitur. Edhe i bën një gjylpër me antibiotik, gjithashtu i bën një gjylpër me vitamina, i matën temperaturën, falë Zotit nuk kishte temperaturë, edhe duhet që për 24 orë mos t'i jepni fare ushqim, edhe kështu ndodhi. Nuk i dha ushqim, erdhën në shtëpi, ishte shumë i lodhur, nuk më kam fjetur fare atë natë, vetëm kisha angst, kisha panik, nuk më zinte gjumi, vetëm ngrihesha, shikoja haruja i këtë fshije në ndonjë cep të shtëpis, nuk donte që të rinte afër nesh, se normale ishte në rikuperim, por ndihesha aq keq sepse kohët javën e fundit nuk kisha qëndruar me Ronë, se kisha me rapën e dorës, se mos luante dhe ma kapte pa dashje me lëndonte, edhe kam dendur në dhomë dhe zërë se nuk e kam parë fare Harun, edhe mendoja thoja që ai do jetë ndjer i braktisur me atë gjën që bëri, edhe sikur nuk po ja fal, edhe gjëra kështu në kohë. Edhe një gjë tjetër, momentin që kam marrë në spitalit sën e parë, Roja vetëm ka qartë dera dhe më besoni ka nxjerr lot nga syt, ujë syt, edhe rinte vetëm flintet e dera e dhomës time, domethënë jashtë derës së dhomës. Vetëm aty, 2 ditët e para, edhe ndihesha shumë keq. Por ditën tjetër mi par dje Ruçi nisi që të hante prap ushqim, dje ishte më mirë dhe sot është akoma më mirë, por prap është pak i lodhur, se është edhe vap, por të paktën ka nisur që të ketë të ushqehet rregullisht, të pi ujë, të hidratohet, edhe të jetë më shumë aktiv, vjen fle vetëm me mua, vjen për këdhelet, e bësh shumë i dashur, edhe o Zot. Nuk e di, isha shumë frikë. Realisht kam pasur shumë frikë dhe kur e çuam tek veti. Në momentin që Ruçi bënte këto gjëra, unë kam qëndruar jashtë. Nuk kisha zemër që të hyja brenda ta shkoj Harun atë gjendje. Edhe kur qante, edhe dëgjoja jashtë përtiste kur i bën gjylpërën. Qaja, mora babin orën 10:30, babi bënte po si normale, mos qaj, mos bëj ashtu, mërja ersin. Edhe pastaj kur doli Alvi me veterinerin, dhe rria larg edhe ja bëja, më thoni qa ka, e thoshta ai veterineri, nuk ka asgjë pse qam, se bën kështu. Dhe unë nuk du, nuk kisha frikë të vija afër, shikoj që ishte më mirë. Dhe më thuaj të drejtë nuk ka gjë, po nuk ka asnjë gjë, tha pse trembesh, s'ka asgjë, ja bëm gjylpërën gjithë, është shumë mirë ma që, po asnjë problem nuk ka. Edhe nuk e di, isha shumë frikë. Por tani, po ja forca vetes, në dora jam më mirë, nuk kam më dhimbje, normale kam pak siklet, sepse akoma mundohem që ta ruaj plagën, sepse po krijon kore, ka dhe ajo kohën e vetë për tu
shëruar, tani dhe Alfio kështu, do më thëje u bëtava, e këtu dua ta mbyll këtë vlog edhe ti heqim të gjitha këto energji të këqija dhe çdo gjë, ta lëm me këtë vlog edhe shpresoj shumë që në video të tjera të kemi lajme dhe gjëra sa më të mira edhe shifemi në videon tjetër. Shumë faleminderit që ndoqët videon, shumë faleminderit që më keni suportuar, që më keni qëndruar pranë në Instagram, që edhe në WhatsApp madje më kanë shkruar shumë vajza. Ju falenderoj shumë. Ndoshta nuk ju kam kthyer dot përgjigje sepse ka qenë dora e djathtë dhe vetëm rria me dorën e majt. Ka qenë punë me vete se si kam bërë 5 ditë. Por ju falenderoj shumë, prandaj gjej mundësinë që t'ju themi përqafoj që të gjithave dhe shumë faleminderit që më keni qëndruar pranë, më keni bërë më të fortë me mesazhet që më keni dërguar. Edhe shpresoj me kaq. Faleminderit, shihemi në videon tjetër. Ciao!